Çfarë të bëri të merri si vendim të hapi biznesin tënd dhe është ajo dashnia për punën që kemi ne kuzhinierët në fakt, por realisht unë punoja shumë me pjesën e gurme ose kuzhinë që është kuzhinë kreative, njihet ndryshe. Por mendova që po të punoja vetëm me këtë linjën e kreativitetit, domethënë që mund të bësh receta të ndryshme që janë pak të rrezikshme, sepse jo gjithë i njohin edhe nuk mund të kesh klientel të mirë në restorant. Mendova që do punoj me kreativitet, po diçka që populli e don ose ne duam realisht është brumrat. Ne më shumë se duam brumrat, duam më si gjë. Mbarojmë për brumrat. Po që mund t'i edhe brumi të jep mundësi që ti ta kombinosh me çfarë doj. Do thonë unë kam sjell që të ri më shumë ka deti. Kishe frikë kur vendose të hapi një biznes tëndin, të investoje? Jo, unë kam pas provu para 15 vjeç, 13 vjeç, më saktë. Të hapja diçka të vogël dhe nuk i kuptova gabimet ku gabova, domethënë. Dhe e majta pak kohë hapur dhe e mbylla, normal se nuk funksionoi. Dhe nuk kisha frikë sepse ato gabimi kisha kuptuar, pastaj besimin e kisha në vetvete te gatimi. Normalisht nëse don që të shërbesh mirë, besoj që do funksionojë, do ecësh përpara. Është pa ndalshme. Unë kam një besim stafin tem edhe në veten time që ja dal edhe besoj që deri tash ja kam. Sa stafi jeni atje në përpas do kalojmë pak më të tjera. Në të dy restorantet ne bëhemi rreth 20-22 veta, mos gaboj. Sepse kemi edhe 2-3 veta që janë nga jashtë që punojnë për ne, që janë ekonomistë. Çfarë impresionesh, komentesh të lënë klientët kur vinë për herë të parë aty dhe më trego pak për shtypjet të huajve që të hujt e herë që mendën fare, nuk e kuptoj, nështë ose ka herë më duket sikur po tallen me ne po shtiren, domethënë. Thonë se pritshna që në Shqipëri tjeti i ushqim kaq i mirë që mendojnë që vetëm Italia ban. Po, është vërtet është realisht është bazike ushqimi që ne gatojmë ose pasta që ne bëjmë është fiks ajo që është realitet. Spinaçi i mirë, panxari i mirë, vezë mira, mielli i mirë. A kupton, nuk është se shpikum diçka që nuk është në vend e tjera, por thjesht bëjmë diçka që është reale dhe me kam tok, nuk ka pluhra, sepse shumë veta përdorin pluhra ngjyros, ne përdorim realisht domethënë vetëm produktin që është. Kemi për shembull bën një event të Sheges në Lezhë, që e bëjmë Shege. Po, është festa e Sheges që e bëjmë në të Lezhës, edhe un kam një tigan mallështor që e kam ajo ka lind si ide që t'ju japim shumë vetave me konsumu pastën tonë. Edhe në fakt ajo ka lind për bamirësi, të themi të vërtetën. E kemi bën për në disa vende për bamirësi, por nuk i kemi pas publiku videot, pastaj na kërkoshin për evente që të pagushin. Normalisht pastaj publikova videot, u bën shumë viral ky tigani. Edhe pastaj e kam përdorur për reklamën që kudo që hapi marr atë tiganin dhe shkoj te vende që po hap. Është shumë i bukur. E